Nafta derdhet lum. Ky është një ndër shqetësimet kryesore të banorëve të Kuçovës, të cilët e ngrenë sa herë fjalën kur puna vjen tek nafta në gjithë kushtet e naftës që gjenden rreth e përqar qytetit, por edhe fshatra. Në të gjitha deklaratat publike të mediave, të cilat kanë ardhur dhe janë interesuar, sikurse shohim në këtë rast edhe nëpërmjet pamjeve, qëndron e njëjta fjali. Nafta derdhet e gjitha në tokë, vijon ende të jetë aty, sigurisht që nuk është cilësia e parë, kërkohet përpunimi i saj, sikurse parashikohet nëpërmjet strukturave të posaçme të gjithë organizmit, po themi nga nxjerrja, përpunimi, pastrimi më pas deri tek produkti final aty ku shitet. Ne jemi aktualisht në një, po themi, nga vendet kryesore të nxjerrjes së naftës në Kuçovë nga fuset. Nuk është në punë aktualisht, është jashtë funksionit. Shumë banorë të Kuçovës thonë që fuset e naftës këtu punojnë her pas here, por me sa duket marrëveshja me kompanitë përkatëse nuk është se po funksionon. Çfarë ndodh? I kërkoj për ato që ndihmojnë në këtë moment edhe me pamjet konkrete të fusit të naftës, që duket shumë qartë edhe mënyra e rrjedhjes ndër vite apo ndër kohë, ku me sa duket, më falni, në këtë pjesë ka disa kohë që nuk ushtrohet punë. Operatori na ndihmon në këtë çast në një moment kulminant ku duket edhe momenti final i rrjedhjes së naftës, çka do thotë që pikërisht në këtë pjesë është një burim i naftës i vlefshëm, padyshim kërkon ndërhyrjet e nevojshme dhe gjithë mekanizmat për ta nxjerrë atë në sipërfaqe dhe më pas për të ndjekur të gjithë hallkat e zinxhirit, po them struktural të secilës pjesë për të pastruar më pas deri në përfundim. Këtu e shohim edhe që nafta vijon të rrjedh, nuk është 100% e pasur, por çfarë ka ndodhur në këtë zonë që nga viti 1928 kur është hapur pusi i parë i naftës, ku padyshim nga italianët në 1938 më pas ka nisur edhe zyrtarisht përpunimi i naftës e gjithë puseve të cilët ndodhen në zonën e Kuçovës. Një sasi e konsiderueshme, duhet thënë, e puseve të cilët tani më prej kohësh janë jo në 100% të funksionalitetit të tyre, me sa duket duhet të ketë një shpjegim të qartë çfarë po ndodh, pse nuk po vijojnë punën ashtu sikurse kanë qenë në vitet e mëparshme, ndoshta në kohën e komunizmit, ku përpunimi i naftës ishte në kushte maksimale në 1% jashtëzakonisht të lartë. Kjo është gjendja që paraqitet tani. Padyshim, për gjithë banorët është një pjesë e cila afron ndotje në banesat e tyre, pasi shtëpitë janë rreth e përqar afër dhe që në pjesën më të madhe të tyre ndjejnë aromën në mënyrë të pashkëpushme. Pamja tregon vetë gjithë nafta vijon në këtë pjesë e pashkëputur në rrjedhje, aty është krijuar një pellg gjithashtu, ndërsa puset vijojnë të jenë ende në të gjendje. Më parë, thuhet, të paktën sipas arkivave dhe gjithë fakteve nga puna e inxhinierëve të raportuar, që nafta e Kuçovës ka qenë një ndër më kryesoret, jo vetëm sa i takon rëndësisë së prodhimit në Shqipëri, por edhe eksportit të saj në Ballkan edhe më gjerë. Çfarë po ndodh sot, pse është pikërisht në këtë gjendje, askush nuk ka një përgjigje konkrete. Megjithatë, e vlefshme është për të thënë që her pas here kur secili prej neve na takon të kalojmë në këtë rrugë, nuhatja është ajo e cila na kalon menjëherë përgjatë, po themi, shisës tonë të nuhatjes, dhe që e kuptojmë se çfarë ndodh. Megjithatë, është një situatë që padyshim kërkon një ndërhyrje, mund të ketë edhe një marrëveshje të re për ta finalizuar gjithë prodhimin e saj nga fillimi deri në fund, për sa kohë kanë qenë të vlefshëm në atë periudhë kohore dhe që kanë prodhuar pafund në të gjitha format e qoftë në një produkt final të naftës së pastër për automjetet, qoftë edhe për mjetet tjera që është përdorur raporte me të gjithë produktet që janë të nevojshme të asaj kohe dhe kalojnë nëpër faza të ndryshme përpunimi. Megjithatë, gjendja sot paraqitet kështu, ku padyshim ajo çka mund themi është që të vjen keq teksa shohim kështu dhe nuk ka ende as edhe një lloj ndërhyrje. Pamjet flasin vetë pa koment.